kisha dashur me diskutu pak edhe për luftën. Çu ke përjetuar dhe çu ke pa luftën në Kosovë prej Suedisë, edhe si e ke përjetuar mandej momentin e shtirimit të Kosovës? Po, lufta ka qenë e vështirë për gjithë ne si komunitet. Kemi qenë larg, kemi kontribuar me lek aq si ka qenë e mundur. Komuniteti shqiptar në Suedi ka nis disa autobus me vullnetar. Një nga ata ka qenë edhe vllai im, që është plagos në Koshare. Ma vonë ka marrë pjesë edhe në Maqedoni në luftë. Ka qenë po frashëri ose po. Dhe është ka qenë e vështirë shumë sepse nuk e dinim ku zhduken lidhet, ndërprejnë lidhet telefonike, ndërprejnë gjithçka në çdo mënyrë komunikimit. Neve, mua si familje, për shembull, si familjar, më është dashur javë të marrë vesh se ku i kam ashtu, ku i kam tezat, ku i kam ashtu. Normalisht ishte periudhë shumë traumatike. Edhe ishte një gëzim i papërshkrueshëm, që ishte, më thënë, s'pari do të themi na ndihmonte shumë në angazhim për kushtim se ishte motor i fortë motivues kjo. Edhe kishim edhe ndihmë nga autoritetet suedeze, nga ambasadat këtu, ose ku ambasada amerikane, ambasada turke, ishte shumë prosh shqiptare këtu në Suedi, ambasada gjermane deri diku ashtu. Por edhe ishte në fund gëzim i papërshkrueshëm, ato 270.000 fjalë e frazat fjalorit modern gjuhës shqipe nuk ndihmojnë për ta përshkruar gëzimin e egzaltimin që ndijm kur i pam forcat e NATO-s duke hyrë në Kosovë.